Fituesi i zgjedhjeve gjermane Friedrich Merz dhe socialdemokratët e SPD përfunduan bisedimet paraprake për formimin e një qeverie koalicionit të shtunën, duke premtuar se do ta shpërsojnë migracionin ilegal, do të mbështesin industrinë dhe do të nxisin ekonominë. Kancelari në ardhje Merz dëshiron të krijojë koalicionin brenda datës 30 prill, ndërsa bisedimet pas fazës së parë janë formale. Merz ka paralajmëruar më parë se Evropa do të përballej me një Rusi armiqësore. CDU e qendrës së djathtë të Merz dhe SPD e qendrës së majtë të kancelarit aktual Olaf Scholz po zhvillojnë negociata për formimin e një koalicioni brenda javës ardhshme dhe shpresojnë të votojnë në Bundestag lehtësimin e kufizimeve të huamarrjes për Gjermaninë për të ringjallur rritjen e ekonominë më të madhe të Evropës dhe për të rritur shpenzimet ushtarake. Bloku konservator CDU, CSU i Merz dhe SPD-ja kanë zhvilluar bisedime për çështje të tilla si migracioni dhe pagesat e mirëqenies, duke u bashkuar pas një fushate të mbretës zgjedhore. Në fjalën e tij hapse, Merz premtoi masa më të ashpra për të trajtuar migracionin e paligjshëm, duke përfshirë largimin e njerëzve në kufijtë e Gjermanisë dhe zgjerimin e kontrolleve kufitare së bashku me anëtarët e tjerë të Bashkimit Evropian. Qëndrimi më i ashpër i Merz ndaj migracionit dhe sigurisë pasqyron një peizazh politik në ndryshim, ku alternativa për Gjermaninë e ekstremit të djathtë është rritur duke u bërë partia e dytë më e madhe në vend. Merz gjithashtu premton se Gjermania do të synojë rritjen ekonomike 1 deri në 2% dhe kosto më të ulta të energjisë për të ndihmuar bizneset. Një dokument i përbashkët politikash i lëshuar së bashku me deklaratat e së shtunës përfshin mbështetjen për lëvizshmërinë elektrike dhe parandalimin e ndëshkimeve nëse prodhuesit e makinave të kalojnë standardet e emetimeve të dioksidit të karbonit. CDU, CSU dhe SPD ka nevojë për mbështetjen e partisë të gjelbërve për të miratuar masat, ndërsa Merz tha të shtunën se do të ketë bisedime intensive me të gjelbërit javën e ardhshme.